Jemi rikthyer për të vazhduar debatin për dhunën në familje. Do doja dëshminë e Teutës. Teuta, të falenderoj që pranove të jesh pjesë e këtij emisioni. Spari, së dyti mund ta tregosh si vendose ta denoncosh bashkëshortin pas 13 viteve dhunë? Çfarë të shtyu? Më shtyn kalamajt, 3 kalamajt, sepse unë kam 3 fëmijë. Edhe mendova që këta 3 fëmijë mos t'i rris me dhunë. Edhe dëlëncova, vendosa që dëlëncoj. Qa moshe janë fëmijët? Mosha 12, 10, 8. Pra janë relativisht të mitur. Janë të mitur. Ti vetë, për sa kohë ke pësuar dhunë për parë se ta merje këtë vendim? 13 vite me radhë. Edhe gjithmonë shkosha me shpresën se hase do thej, hase do rritin kalamajt edhe do bëhen gjanat mirë. Pa të vazhdu në bëhen ditë për ditë ma keq. Po familjarët e tu, u thoje që po dhunoheshe, qëfar të sugjeroni? Jo, nuk ju thoja. Nuk ju thoja sepse ata ishin shumë në gjenjët keqe ekonomike, shumë me të smur edhe thoja mos të bie edhe unë barë. Edhe nuk ju tregoja. Po bashkëshorti pse ju dhunonte? Çfarë kërkonte për ju? Ai si rradhe parë ishte përdorues alkoolit shumë. E dyta ishte edhe xhelos shumë, sepse ai ka pas jetu jashtë shtetit e ne na lindte në Shqipëri e kështu. Vazhdonte vinte. Ai jetonte jashtë shtetit, ju në Shqipëri dhe ai ishte xheloz. Po. Edhe pastaj shkuan gjanat shumë keq. Në fund vendosa ta delencoj, thash mos t'i rris kalamajt kështu, nuk do bëja, nuk duroja ma. Po mbas rasteve kur ai të dhunonte në këto 13 vjet, të kërkonte ndjesë më mbrapa? Absolutisht. E kuptonte çfarë bënte apo i duke normale? E dinte çfarë bënte, po ai kishte shumë një urrejtje ndaj femrave, në përgjithësi, jo veç ndaj meje, po në përgjithësi ndaj femrave. Thoshte se gjitha janë këqija, gjitha janë tralltare dhe mendonte vetëm të keqen. Edhe nuk me kërkonte fare ndjesë mbrapa. Ishte shumë kokfort. Po ti vetë si mendoje që kjo ishte një gjë jo normale? Jo, normalisht, po. Ishin rastet dhunës fort fizike? Apo vetëm ajo që rëndom thuhet nga një shku? Jo, të fort fizike. Unë kam dalë disa herë... Ke pasur ti dëmtime? Dëmtire, thyemje jo. Dzirje, vrarje kështu të forta po. Kam dalë edhe për rreth 3 muaj kam qenë në nxirë, që më kanë pa gjithë në nxirë, u thosha jam vrarë, jam rëzuar, jam këtej, jam andej, se më vinë të turp të thoja që... Po fëmijët, a ishin aty kur a i të ushtron të dhunë nda jush? Po mundohesha sa do pak që truhesha ndaj fëmijëve, po ata shumicën e rasteve edhe kanë qelluar që e kanë pas, sidomos fëmija i mas që është gocë, ajo e ka përjetuar ma shumë se të tjerët. Dhe çfarë të thonin fëmijët në basit të dhunon të bashkëshorti? Ish bashkëshorti? Ata me thonin goca, sidomos se këta 2 çunat janë më të vegjël, më thoshte që daju më i mami mos e duro dot, nuk durojmë dot na dhunë kështu. Na s'kena qa me të ba, nuk mund të nimojmë dot. Edhe unë pastaj menova, thash unë t'i rris kalamajt me dhunë, këta dë banë edhe këta dhunë shumë si ai, sidomos çunat. Edhe vendosa ta delencojja. E kishe idenë se çfarë të priste nga momenti i denoncimit në gjykat? Si ishte për ty? Nuk është se isha muaj më parë kur e vendose. Nuk është se isha shumë e informuar, por e disha që do gjenim shtetje. Do gjenim shtetje, do marrë një urdhën mbrojtje, do më gjenë shtetje një stres dikun, që unë t'jam e sigurt, mos të më dhunoj ma. Nuk ose isha shumë me thënë drejtën e informuar, po vendosa kështu. Dhe si ishte për ty eksperienca, kur vajte në dyert e gjykatës, si u soll gjyqtari, punonjësit e tjerë? Jo, për fat Zotit, për mua ka qenë shumë mirë, sjell shumë mirë, më ka ndihmuar shumë shpejt. Më ka ndihmuar shumë shpejt që unë të marr urdhën e mbrojtjes, sepse ata kishin edhe faktet që unë isha rrafur, isha edhe ata... Dhe nga momenti që more urdhrin e mbrojtjes, ti ike nga shtëpia, nuk qëndrove më aty? Po. Dhe ku shkove? Unë kërkova që të largohem, mos të rrima djas në atë zonë ku unë banoja, në atë qytet ku unë banoja, se kisha frikën e ish bashkëshortit, edhe u thash duhet të shkoj në një stres më larg këtij vendit, edhe pastaj më drejtuan për të qendra viktimave të dhunës, ku aty qëndrova 9 muaj. Familjarët e tu të mbështeten në këtë vendim? Po, patjetër. Që të largoheshe nga qyteti, të merrje fëmijët, nisi një jetë e patëm një çik të vështirë që të largohesha nga qyteti, por unë ju thash që nuk duroj dot më dhe është më mirë që të largohem se sa
të rri aty afër ti do kam probleme prap. Ma mirë të largohem që ai mos ta di se ku ndodhen fëmijët. Po, ish bashkëshorti ka tentuar, ju keni bërë divorcin? Po. E keni bërë. Ka tentuar të takoj fëmijët më pas? Jo, asnjëherë. Sepse ai është edhe çik me probleme nga depresioni, ka vuajtur edhe nga depresioni gjatë viteve. Pasi ishte përdoruar shumë i alkoolit, nuk e di me thënë drejtën se nga erdhi kjo gjëja, po ai është edhe çik depresiv. E kuptoj. Edhe nuk është se është në gjendje normale që ta di as kur nuk pin se çfarë po bën. Po familjarët të ti, të afërm, të njohur të ti, kanë tentuar të të kërcënojnë, të të shantazhojnë, të thonë çfarë bëre kështu? Jo, absolutisht jo. Jo, se ata familjarët e tij me thënë drejtën e kanë ditë se çfarë kam hequr unë. Edhe ata ishin gjithë kundër atij, deri në momentin që unë ika. Deri në momentin që unë ika ishin me mua. Kur ika, normal që u larguan pak. U larguan, aktualisht jenë kontakt me ta? Ja, absolutisht jo. Ata nuk e din as ku je? Jo, kam rënu numër, kam ndru çdo gjë, nuk merrem absolutisht me asnjë. 9 muaj në strehës, mund të më tregosh se si ishin? Me gratë të tjera të dhunuara, me fëmijët, me vete, 3 fëmijë të mitur? Po normal që për momentin duket mirë se je ik prej një rrezikut, edhe është gjë e mirë. Ja aty, ishte mirë, nuk ishte keq. Përgjithësi mirë. Ishte pavarësisht se ne shkojmë dhunuara, shkojmë lloj-lloj rastesh aty, një lloj-lloj rastesh dhunet edhe normal që dhuna rritet edhe më shumë, duket sikur shtohet. Po kur dëgjoj dëshmitë e grave të tjera që ishin atje, si të dukej? Unë jesha shumë keq, normal që e kisha përjetu vetë dhunën edhe u preksha direkt. Kishte raste të tjera zonja që ishin me fëmijët e tyre? Po. Si është jetesa aty me fëmijë, në qendër janë mundësit? Po, janë, goxha mirë janë, jo sa duhet, sa është një qendër e vogël, nuk është sa shumë e madhe, aty vinë persona shumë, sidomos nëna me fëmijë bëhen shumë, kur kam qenë ujë, këna arrit dhe në 20. 20 persona? 35-20, po, kështu. Edhe nuk është se është shumë e madhe që të kenë hapësirë të bollshme, jashtë është hapësirë të bollshme për kalamaj, po mrena janë dhomat që të vogla. Po. Dhe në këto 9 muaj që qëndrove në strehës, nuk patë mundësi të punoje, vetëm rrije aty? Jo, me mundësuan, pas 2 muajsh, me serioze edhe kam emocione edhe harroj, me mundësuan, me gjetën punë, edhe shkova për rreth 1 muaj në një event, pastaj aty ishte thjesht, kishin nevoj për 1 muaj edhe pastaj me hoqën nga aty, se s'kishin nevoj ma tepër. Edhe pastaj këta të UNDP-s që punojnë edhe atje, janë një organizat, edhe më ndihmuan shumë, me gjetën punë, edhe tani aktualisht jam në punë, me sigurime, në rregull. Të duket sikur... Po bashkëshorti, do doja ta pyesja, a paguan për fëmijët, sepse është detyrim ligjor që ai duhet paguaj? Ja ka qitë në fakt gjykata që të paguaj, po ai nuk ka, se nuk punon fare, nuk ka se ku t'i marrë. Nuk paguan asë gjë. Ky është handikapi tjetër i drejtësisë, do thoja. Me thënë shumica e burrave deklarojnë që nuk kanë punë edhe nuk quajnë asnjë lloj detyrimi ligjor dhe përgjegjësia e ngelet e gjitha nënës. Imagjino tani një nën si Teuta që ka 3 fëmijë për të rritur. Çfarë do lloj pune të ketë filluar Teuta, është pa diskutim merësisht e vështirë që ajo të rrisi 3 fëmijë. Është pa diskutueshme kjo gjë. Për momentin si po ja del edhe financiarisht Teuta? Për momentin, financiarisht më kanë ndihmuar këta shoqata atje streza, që ma kanë la qira në disa muaj, po tani jam në përfundim edhe kësaj qirajet. Këta të UNDP-s me kanë futur të bonus qiraja, po janë në proces, nuk është që është fut akoma, është baje punë. Thjesht janë në proces që mundem me përfitu bonus qiraje. Kuptoj. Teuta, ti jeton diku në periferit të Tiranës për të më dhënë shumë informacion. Komuniteti që jeton aty bashkë me ty e di historinë tënde? Jo, shumë pak. Vetëm të njëra shtëpis që kam qëndruar 3 muaj, atje e zoja shtëpis e dinte. Edhe tjerët jo, ju thëmë shumë, mundohem që t'ju thëmë shumë pak. Ata persona që e dinë, si reagojnë ndaj teje? Të shohin si ndryshe, të shohin me keqardhje, me përçmim? Dikush me sheh me keqardhje, dikush nështë duket edhe mua, po të shohin edhe si paragjykojnë. Thonë është ndarë, palese si do t'jetë jetë asaj, paragjykojnë. Këtu në Shqipëri edhe të paragjykojnë shumë. Kjo është një nga problemet të mëdha, në fakt. Paragjykimi është problemi më tjetër. Po, dhe kalamaj... Tani që në një farë mënyrë le të themi që ti ke filluar një jetë të re, reintegrim në shoqëri, ndihesh më shumë e paragjykuar,
një viktime dhunuar, si ndjesh, apo një nënë 3 fëmijëve mbijetuar? Kjo, nëna 3 fëmijëve mbijetuar, si që ta dhe Majlinda, edhe që dua t'ja dalman, se unë për vete kam një vit shkollë, se jam nga Veriu, edhe mundësia ekonomike, por edhe shkolla larke mundësit e këqia ekonomike, që unë, kjo më pengoj që unë nuk e mora shkollën, edhe kam një vit shkollë, edhe unë sakrifikoj çdo gjë. Si ke një vit shkollë? Ke dhe një vit shkollë për të mbaruar? Vetëm 9. Vetëm një vit shkollë në jetën time, kam bërë vetëm një klasë. Një vit apo 9 vjet? Ja, vetëm një vit. Vetëm një vit, po ti ke shqipen më të mirë se që kam dëgjuar unë. Faleminderit. Dhe nga ata që kanë mbaruar shkollën. Ke qenë vetëm një vit ke qenë në shkollë? Në klasë parë? Po. Po di të shkruash? Shumë pak të shkruaj, të lexoj po. Të shkruaj pak. Se nuk e kam praktikuar. Nuk është kur vonë për të mësuar? Më kanë thënë edhe të streza, në fakt më kanë thënë shumë. Besoj edhe me fëmijët e tu mund të motivohesh edhe bashkë me ta të ndihmojnë. Kjo më ka dhënë shumë forcë që unë të shkoj përpara, të punoj e të sakrifikoj jetën time për fëmijët e mi që ata të marrin shkollë, të rriten të shkolluar, të bëhen dikush në jetë, t'ja dalin man, mos të rrinë që unë. Zonja Lora si ka një pyetje për Teutën të fundit ndoshta, nëse më lejohet. Teuta, megjithatë çfarë do t'i thojë ti grave të tjera dhunuara? Është ti vetë personalisht nga eksperienca jote, ndihesh më mirë tani që jeton ndoshta në vështirësi ekonomike, po e qetë shpirtërisht edhe me fëmijët e tu, edhe e pa friksuar, apo në qoftë se do t'i jepe një mundësi për të zgjedhur, do t'i kthehesh prapë jetës së ndet më parshme? Jo, patjetër do t'u jepsha një mesazh të gjitha grave që të bëhen të forta, nuk është asnjëherë vonë të dëlëncojnë dhunën, sepse do rrisin edhe një braz tjetër dhunshëm. Nëse ne do rrim dhunë, do shkatrojmë kalamaj, do rritën edhe ata të dhunshëm, po si bashkëshortët. Edhe nuk është asnjëherë vonë, nuk është tyrp thonë njerëz që jam e dhunuar. Se asë njeri nuk e don dhunën, por ja, fati bje që dhunohesh edhe... Teuta, sa vjeç je, mund të na e thuash përafërsisht? 33. 33? Pa. E mendon ndonjëherë të fillosh një jetë tjetër, të rimartohesh? Absolutisht jo. Sakrifikoj vetëm menoj ata 3 fëmijë, që mundem me ja dalman, me i rritë, sepse jeta në Tiranë është e vështirë, qiraja shtëpis... Nuk janë të gjithë burrat të dhunshëm? Po mu ka kriju kjo ideja që nuk e di, nuk dua ta përvoj ma. Dua thjesht sakrifikoj për ata fëmijë. Edhe një punë, edhe 2 punë, thjesht mundem që ta rres ti majt, i rres mirë të shkolloj të paktën edhe gjanat elementare që mundem me au. Po fëmijët, kanë ndonjë lloj traume, a janë trajtuar nga psikologët për dhunën që kanë parë, kanë dëshmuar që ka bërë ish bashkëshorti jot ndaj teje? Po, kanë dëshmuar, ishte psikologja atje në qendër, po ishte shumë rrallë, ishte njërë njau. Ishte shumë rrallë, ajo donte për ditë ishte aty, ajo ishte njërë njau, se aq ishin mundësitë edhe. Njërë njau për 40 veta që ishit atje, jo vetëm për fëmijët e tu. Ishte njërë, kishte jau që vinte edhe 2 herë, po shumë rrallë. Edhe kjo ishte, se aty ishte nevojshme që t'ishte psikologja çdo ditë. Po në shkollë, kanë fëmijët e tu një trajtim më të veçantë? Ke folur ti me mësuesit e tyre, me drejtoren në shkollës, ti thua të jenë pak më të vëmendshëm ndaj fëmijëve tu? Po, kam folur, një çik ka folur edhe psikologja shkollës me ta, është munduar që t'i marrin një çik më afër. Po edhe unë nuk se jam shumë e pranishme te shkolla, sepse dalën mëngjes ikun punë, edhe në koha më e keqe si e kur kthehem unë nga puna, ata ikun. Edhe kjo është problemi që unë i takoj shumë rrallë të shkolla. Majlinda, ke ndonjë pyetje, një mesazh për të? Jo, nuk kam asnjë pyetje, përveç se t'i uroj gjithë mirat në këtë pjesën tjetër. Faleminderit. Sepse është vendimi më kurajoz për një nënë që të shpëtoj fëmijët kryesisht, dhe pjesa më e madhe e grave, si e të gjithë nënave, mendojnë së pari për fëmijët, vetëm nënat që dhunohen, para fëmijës askush nuk vë asnjëri, sigurisht as bashkëshortin. Por fakti që është tërësisht e motivuar, kjo tregon se me vështirësi, por një hap tashmë ka nisur, sepse refuzimi është një fitore shumë e madhe e dhunës, por pjesa tjetër pastaj për të qenë i motivuar për të sistemuar, është një sfidë shumë e madhe. Megjithatë, si Teuta edhe shumë gra tjera besoj që kanë nevojë për mbështetje më të madhe ekonomike. Dhe këtu pastaj na hapet një diskutim tjetër shumë i madh se realisht sa mundësi dhe sa buxhet ju dedikojmë dhe sa mundësi ju japim grave të cilat dalin nga cikli i dhunës apo duan të shkëputen, që të mbështeten të paktën me qiranë e shtëpisë, me shpenzimet shkollore për fëmijët, që të mbështeten të paktën të jenë ato përfituesit të ndihmës ekonomike, pra të kenë atë mundësinë që edhe në rastet kur familjet e tyre janë, pra kur është papunë, tani ka filluar një punë me sigurime shoqërore, por të paktën të ketë një asistencë e cila t'i mbulojë fëmijët.
Dhe pse jo pastaj që duhet menduar shumë seriozisht për pjesën e investimit më të madh dhe duhet parë ligji i pushtetit lokal për t'u dhënë mundësi që të paktën në të gjitha ndërtimet dhe lejet që një bashkie apo një kryetar bashkie jep, të paktën të ketë mundësi që disa banesa dhe apartamente të dedikohen për të mbijetuarit e dhunës në familje dhe jo vetëm. Meqense e kemi në studio Ministrin Klosi, Teuta, çfarë do t'i kërkoja, çfarë do i thoja? Thjesht do i thoja që ne gratë e dhënuara, pika më kryesore është që kemi një stres, një shtëpi. Ajo vjen funi muajit edhe kjo 220.000 lek marrun çdo vend që shkojmë thonë ti jenë punë. Edhe unë i thom që 220.000 lek ju dini, në Tiranë nuk janë asë gjë. Janë shumë pak. Me 3 fëmijë. Po, janë shumë pak. Për të pushtuar 4 veta. Pavarësisht se këta paguar drita, ujë, libra, veshje. Pavarësisht se këta 6 muaj, më falë, ma kanë herë qiranë që të thash streza, po marojnë ata 6 muaj, pastaj me 220.000 lek ngelem. Edhe është shumë e vështirë, veti 4. Kalamajt plus që janë rritë, kanë kërkesa më shumë. Pra, brenda tragjikës të Teutës, brenda historisë që padyshim që ka një mesazh shpresë, po ka një mesazh që në fakt do të jetë edhe gjithë fokusi edhe gjithë përpjekja sonë që ja, në një rast që mund të quhet një rast i pa shpresë, si pa Teuta pa pasur mundësi që të vazhdojë shkollat dhe pa arsimuar, në jetë vështirë me një bashkëshor të ardhur nga emigracioni, në siç e tha dhe Teuta depresiv, pra me gjithë problematikat e këtij zhvillimit të tmerrshëm social të vendit tonë, përsëri në momentin që ajo pranoi të denoncojë dhe në momentin që ajo pranoi të këshillohet, pati një zgjidhje tjetër saj, dhe një zgjidhje që te fëmijët natyrisht do të jetë shumë pozitive. Tek vetë Teuta, me kalimin e viteve, padyshim do filloj të harrojë të keqen dhe mundet bëhet pjesë e integrimit në jetën shoqërore të qytetit edhe më pastaj përgjën pjesë edhe në fundit për të rregulluar jetën e vet. Pra, ajo që do të thoja dhe duke dëgjuar dhe analizuar rastin tragjik të Teutës, pra ka një shpresë, edhe kjo është dhe historia jonë, që sa kemi të mundur ne që t'i bindim gratë dhe vajzat e dhunuar, që në radhë parë të denoncojnë, të ngrenë telefonin, t'i bjen një numër që është falas, 116-117, dhe të marrë një këshill. Vetëm nga telefoni. Vetëm për javën e parë. Dhe pastaj javën tjetër bëhet me gjithë kompani celulare. Me rastin e ditës 25 nëntorit. Në fshatra s'ka as telefon fiks që të... Tani do filloj kjo histori dhe nuk është një histori që është në proces dhe është një linjë këshillimi, të marrë një këshillim. Në fakt, mekanizma për fuqizimin e gruas ne kemi disa në procesim. Për shembull, ndihma ekonomike që kërkoi deputeta Bregu, tashmë shkon merret vetëm nga gratë. Ndihma ekonomike me sistemin e ri që po implementojmë në gjithë të 12 qarqet e vendit, me mënyrën e re ndarjes ndihmës ekonomike, nuk ka kufizim, edhe mund të jesh e punësuar, por nëse administratori lokal shikon që me varfëria tek ty ka tregues indikator të cilët dëshmojnë që ti je më i varfër më të varfër. Mund ta përfitojë ndihmën sociale. Edhe pse je punësuar, mund të përfitosh ndihmën sociale. E dëgjove Teuta? Po, pra, që duhet ta aplikosh ka administratori. Ka shumë organizata, ka shumë institucione që afrojnë asistencë në këtë histori. Zotë Ministër, një sekond, më tepër për sqarim për ndërhyrje. Kjo pjesa e thirrjes për të marrë këshillimin se sa mirë i bën këshillimi grave për të shkëputur nga cikli i dhunës se këto, të paktën mes ne të treve këtu në panel, pavarësisht se çfarë më dikton mua historia dhe pjesa ime profesionale, sot i takon ta bëj Irisi. Pjesa tjetër, më pak e imja, por më shumë e juaja, jo vetëm për Teutën, por për gjitha gratë, është garancia sot për t'ju dhënë mundësi atyre që në momentin që shkëputen, do të kenë të sigurt shtëpinë, do të kenë të sigurt jetesën dhe do të kenë të sigurt punën. Pra për të krijuar mekanizmin dhe sidomos vitet e fundit, kur tashmë ka një filozofi dhe një qasje dhe organizatat jo qeveritare kanë qenë të para që janë përpjekur për t'i bërë një këndvështrim gjinor buxhetit, por ne asnjëherë nuk kemi patur buxhet të dedikuar për shtresat për viktimat e dhunës. Tani, një strehës buxhet të dedikuar për viktimat e dhunës. Një strehës kombëtare është e pamjaftueshme për masat të cilat ka marrë dhuna. Jo, po, sipas Konventit të Stambollit duhet kemi një shtrat për 10.000 banor. Kjo është tërësisht e papranishme. Nuk është e populluar, e mbi populluar. Streza sot
është në pak se sa me gjysmën e kapacitetit saj. Po nuk është streza zgjedhja ideale dhe ne e dim. Nuk është fare, po me që se flasë Bindja nuk me takon stresu. ty, zoti ministër. Bindja i takon medias, bindjen dhe këshillimin e bën në shoqëria civile. Ti mund të flasësh në pjesën e parandalimit, por sot emergjencë është. Çdo njëri nga ne që ka mundësi që t'japi një mesazh publik do ta japet mesazh. Ndërgjegjësimi është një fazë për cilën sot jemi të ndërgjegjshëm gjithë që ka filluar ta marrë kthesën. Pra ndërgjegjësimi kundër dhunës. Sot ajo çfarë kërkohet është masat e nevojshme imediate për t'i gjetur punë. Ti personalisht e ke bërë një punë si Livëzë dhe ke bërë një ndryshim në kodin penal. Mes nesh këtu. Ne kemi mekanizma të tjerë ligjor, po këto nuk mjaftojnë, pra dhe kjo është. Po pra, ne të dy duhet jemi dhe mekanizmat ekonomike janë. Të ndjeshëm sepse po ta marrim dëgjoj. Blend, po ta marrim, po flasim shumë qetësisht. Po ta marrim gjithë skemën e mbështetjes ndaj grave. Ne dim që një grua nëse ka një punë, nëse është e fuqishme ekonomikisht, mbas është fjalë e madhe, po nëse ka mundësi të përballojë jetesën, nuk duron asnjë orë një burr të dehur apo një burr të po them të smur me dorë, apo një burr abuzues. Paragjykimi është ai elementi tjetër. Zonjat të zonjat që durojnë dhunë pafund. Tani po flasim për rastin atyre që shkëputen nga cikli i dhunës. Nuk po diskutoj për pjesën e varësisë dhe për patologjitë tjera të cilat krijojnë proces nga dhuna. Po flas për shkëputjen, që gratë të cilat janë pa mundësi ekonomike, t'ju thuash që duhet të largohen nga shtëpia, gjëja e parë që do të mendojnë edhe rasti i Fierit. Si do jetojnë? Zonja kishte punonte vetë, kishte një makinë qepse punonte vetë. I dilte vetë për zot punës. Kjo e bënte që t'ishte edhe s'po them me zonja, po të kthente përgjigjen për të mos duruar pjesën e dhunës emocionale, të abuzimit verbal dhe të dhunës fizike që bënte bashkëshorti. Por garancia nesër është se pyetja e parë që bëjnë është ku do të shkoj unë me 2 apo 3 fëmijë. Kjo është pyetja e parë. Vllai ka shtëpinë e vet, nëna ka shtëpinë e vet, motra nëse i kanë gjithë mirë dhe gjallë dhe kanë mundësi. Ku do të shkoj? Pra gjëja e parë që duhet mendojmë gjithë është si të gjejmë një element për t'u dhënë një mundësi të gjejnë banesën. Do të thënë kjo që thot Majlinda është njëra nga gjërat, po unë mendoj që edhe ndihma sociale që duhet shkojë veçanërisht për gratë në nevojë, duhet të rritet, nuk mund të jetë kjo që është. E para, sepse edhe shifra tani është qesharake, do të thënë asnjë gjë nuk mund bëj. Jo vetëm një grua e dhunuar, po dhe një njeri që është me probleme të rënda sociale dhe që e merr të ndihmën ekonomike, në fakt nuk mund bëj asnjë gjë me atë shifër. Dhe tjetër, m'fal, kush pyeti nga ju të dyja zonjë nëse merrte nga bashkëshorti detyrimin për fëmijët? Para një viti kam bërë një propozim që të paktën vendimi dhe titulli kur ndahet një çift pranë seancës gjyqësore. Titulli dhe vendimi që jep gjykata për pensionin ushqimor ndaj fëmijëve të bëhet titulli ekzekutueshëm, sepse ndodh dhe në ndarjet normale, në divorcet normale, jo në divorcet e dhunës. Ndodh që në rëndom në rastet nuk paguan babai detyrimin ushqimor që ka për fëmijët dhe apelon vendimin duke kërkuar që tulet shuma që i cakton gjykata. Tani apeli do 10 vjet që të marrë një vendim, unë zgjas gjyqi 10 vjet. Çfarë do të thotë që ky fëmia për 10 vjet duhet ripangrën se babai nuk e shef të arsyeshme që duhet paguaj shumën që i ka caktuar gjykata në shkallën e parë? Dhe të them drejtën, habia ishte se në momentin që bëra propozimin, të parët të cilët kërkuan t'ju jepej kohë ta shqyrtonin sepse ishte në shkelje të procedurave dhe mund krijonte në një pabarazi dhe shkelje të drejtave të njerëzit, ishin përfaqësuesit e komunitetit të gjyqtarëve. E pranonin që ky ishte një problem madhor, që gratë largoheshin nga gjykata dhe për vite të tëra nuk merrnin pensionin ushqimor për fëmijët, por thonin do të gjejmë një zgjidhje tjetër sepse nuk na përket me kodin e procedurës, pastaj çdo njeri ka drejt që ta apelojë vendimin, ndërkohë që çdo njeri ka drejt të apelojë vendimin, pas kush nuk ka drejt të heqë fëmijës bukën e gojës. Dhe prandaj ka nevojë për një shikim tërësor dhe një herë jo vetëm të legjislacionit që kemi në fuqi, por të mënyrës dhe ndjeshmërisë që kemi ne për zbatimin e këtij legjislacioni. Ilva, problemi është ajo që ne e themi vazhdimisht, edhe aq sa është bërë monotone dhe bajate kjo shprehja që kemi ligje shumë të mira po nuk i implementojmë. Ligji që kemi për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare është një ligj jashtëzakonisht shumë i mirë. Sigurisht çdo gjë ka nevojë për të përmirësuar, po në përgjithësi është një ligj shumë i mirë. Por ligji parashikon që secili duhet luajë një rol, se ne që pari u morëm vetëm me pjesën e drejtësisë, por në fakt ligji parashikon që edhe sistemi arsimor ka një rol caktuar në këtë sistemin e referimit të viktimave, edhe sistemi shëndetësor, edhe policia, edhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë për hir vërtetës janë të vetmet që e bëjnë rolin e tyre. Në qoftë se do të shohësh sistemi shëndetësor, nuk ke asnjë urdhër që vjen dhe asnjë denoncim që vjen nga punonjësit e shëndetësisë. Domethënë kjo duhet parë si një shkelje ligjore. Dhe ne duhet kuptojmë që secili në rolin ton duhet përpiqemi mos shkelim ligjin që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ligji prandaj është krijuar që të shpëtojë atje një jetë.
Në qoftë se ti nuk e denoncon, në qoftë se ti e doktori, në qoftë se ti e mësuesja edhe shikon që fëmia vjen edhe është viktime dhunës familje dhe nuk gjen mënyrën tënde për ta... A e mbron do të risi ligji doktorin dhe mësuesen? Patjetër që e ndihmon. Patjetër që e mbron. Por ne jemi kthyer edhe nga ana realiteti në për zonat thella, mos flasim vetëm për Tiranë. Përpiqemi gjithmonë tani që ta drejtojmë gishtin ose ke organet dhe institucionet që në një moment caktuar bëhen përgjegjëse për këtë gjë në mënyrë të drejtë për drejtë, ose ke shoqëria civile. Në fakt, unë mendoj që çdo qytetar ka një rol për të luajtur në këtë. Vite më përpara, unë nuk duhet të them asnjë gjë të mirë nga ai sistem, po pa diskutim ekzistonte një lloj fryme komuniteti ku njerëzit ndihmonin njëri tjetrin. Në ligj parashikohet që në ligj parashikohet më fal, çfarë, do të thënë ti nuk ke asnjë denoncim që komshiu dëgjon dhunë familje, e di shumë mirë që ajo grua është viktime dhunës familje dhe nuk ngre receptorin, ti bie 129-ës, ti bie policisë dhe ti thotë telefonata është anonime. Po këtu ka rol qytetaria që ne kemi kohë që e kemi humbur edhe duhet rikthyer. Kjo është e vetmja shpresë për këtë shoqëri. Do të thënë ti mund të bësh ligje nga më të mirat, mund të forcosh masat ligjore, po nëse nuk ka se janë indiferentë. Nëse nuk ka Jo vetëm kaq. Ne kalojmë në ekstremin tjetër. Do të thënë është ajo që tha pak më përpara Teuta. Ajo shpeshherë ndihet e paragjykuar. Do të thënë jo vetëm që nuk e ke ndjenjën pozitive për ta ndihmuar një viktim dhunës familje, po përkundrazi ne luajmë akoma edhe një rol akoma edhe me ekstremistë, se fillojmë edhe merremi me jetën e Teutës dhe sigurisht është ai rasti që thash pak më përpara Majlindës që në fakt ka shumë gra që kanë pozicione shumë të mira, që janë edhe të fuqizuar ekonomikisht, edhe që marrin para dhe më shumë se burrat e tyre, që nuk largohen dot nga dhuna në të cilën jetojnë, për shkak të opinionit. Edhe kjo është një nga gjërat e tjera të jashtëzakonshme në Shqipëri, sepse janë burrat me kravat me jakë të bardhë, sepse vuajnë pjesën e opinionit shoqëror dhe gjatë gjithë kohës mendojnë se çfarë do thotë shoqëria nëse ato do t'i thonë do të çojnë një letër për divorc në gjykatë të nesër me bashkëshortit të tyre. Me thënë, kjo pasaj kërkon që shoqëria t'jetë e mirë. Nuk mund presësh më as nga shteti, as nga politika, as nga shoqëria civile. Ti duhet presësh që çdo njeri duhet bërë rolin e tij. Nëse njerëzit nuk do jenë njerëz, nuk mund kërkosh qytetari më pastaj, dhe nuk mund kërkosh solidaritet. Dekord, po mendoj që edhe sikur ta bësh të rolin e mirë dhe ti thuash vetes tënde që po sikur mos ta marrë në përgojë këtë njeriu se mbase ndikoj që ajo të bëhet viktime dhunës familje. Edhe sikur ky mentalitet filloi secili nga ne edhe ta brumosi, mund ndihmoj edhe kjo gjë. Kam shkputin e radhës publicitare, rikthehemi një herë më pas.